Nuk e dinim që ndiqen apo jo me njëra tjetrën. Nuk e dim nëse Luana e ka patur follow Megi Pojani dikur, ka bërë like, janë apo nuk janë mikesha. Këtë informacion nuk e kam. Po ashtu dhe Megi Luana nuk e di ka ndjekur apo jo. Ajo që di është që ato nuk e ndjekin njëra tjetrën dhe në foton këtu shikohet gjithçka me fakte, edhe duke shkuar tek profili Megi Pojanit, ju në këto momente do kërkoni dhe do shikoni te miq që ajo nuk e ndjek moderatoren e famshme Luana Vjollca. Të njëjtën gjë ju mund të bëni edhe po të shkoni në profilin e Luana Vjollcës për të parë se pikërisht Luana nuk e ndjek Megi Pojanin. Pra vajzat nuk ndiqen me njëra tjetrën, por kjo nuk do thot as pak se informacioni nuk shkëmbehet. Pra, dikush i ka thënë patjetër Luanës si shiko se Megi Pojani ka bërë një foto që po ecën shumë mirë. Është me flokë të shkurtra, me tualet të rënd, me buzët vishje, me sytë e zi, dhe të kujton nënën e Kim Kardashian. Luana, me njërë më pas, postoj foton e saj të shumë kove më parë, të paktën nuk është recente, nuk është e ditët fundit. Është foto e bërë dikur dhe ripostoj, ndoshta dhe komentet të çojnë tek dyshimi, që mund të ketë bërë për të thënë që prit, se jam unë e para që e kam bërë këtë foto. E para Megi apo e para Luana? E lëm këtu të histori, se s'ke kemi edhe një garë tjetër. Kemi garën midis Egli Takos dhe Xheneta Fetaut. Egli Tako ka bërë një foto paka shumë kështu, me dorën lartë, sikur i dhe mballi, ose sikur ka harruar tenxherën e gjellës në zjarr, apo e hekurin në prizë, dhe me njëherë ka qenë Xheneta e cila ka reaguar, duke thënë se këtë foto e kam bërë unë e para. Kemi një luftë tjetër, përveç Megi Pojani dhe Luana Vjollcës, kësaj radhe kemi luftën me Xheneta Fetaut dhe Egli Takos. Lufta e tyre ka një prejardhje më të hershme, sepse në mes tyre ka qenë fituesi Big Brother VIP Albanias, Gjesti, i cili me Xhenetën në Big Brother VIP Kosova, me Eglin në Big Brother VIP Albania. Duket se vajzat kanë patur një bif në distancë me njëra tjetrën, edhe pse asnjëherë të pranuar, por tensioni i elektriciteti gjithmonë dallohej mes tyre. Ajo që ka ndodhur është që ato të dyja i ka bashkuar Manushi tek e diell dhe janë kolege tashmë me njëra tjetrën. Por duhet fare pak për të kuptuar se si qëndron situata mes tyre. Duhet vetëm një foto, vetëm një pozë ngjashme dhe secila pretendon të drejtën e autorit. Më falni. Pse Xheneta apo Egli janë ato që kanë shpikur pozën për të fotografuar me një siluet seksi, tërheqëse dhe për të vënë dorën kështu? Ja. Në qoftë se ne foton e tyre dhe vendosim në ChatGPT dhe të pyesim kjo foto është origjinale apo kanë bërë dhe gra të tjera të famshme foto të tilla, ju do shikoni se përgjigja është, ose në Google Images, të kërkoni me këtë foto, ju do shikoni se ka 10